gjitha miqët dhe dashamirës të shoqatës Shqiponia. Sot jemi në Brindisi, tamam te porti Brindisi, ku para 32 vjetësh e gjysmë kemi ardhur që kemi zbarkuar te i vendi ku është trageti, aty ku është trageti Verdh, aty kemi zbarkuar ne, që kemi ardhur për të kërkuar një jetë më të mirë. Me këtë video përshëndes të gjithë miqtë e mi kudo që janë, në Itali edhe në vendet e tjera. Përshëndes mbi të gjitha të gjithë miqtë e shoqatës, miqtë e Këshillit, anëtarët e Këshillit, pra e Këshillit drejtues, kryesinë e shoqatës Shqiponia Reggio Emilia. Ju përshëndes përzemërsisht dhe po kaloj pushime shumë të bukura dhe emocionuese. Mirupafshim në Reggio Emilia.